Vetëm 2 ditë para festës Kurban Bajramit, tregu i madh në Gostivar është vërshuar nga shitësit e kurbanëve. Ajo që vlen të potencohet në këtë rast është se të gjithë shitësit kishin siguruar vërtetim për gjendjen shëndetësore të kafshëve të dedikuara për kurban. Kjo për të shmangur dyshimet e qytetarëve nga sëmundja e gjuhës së kaltër, e cila së fundmi në opinion u alarmua mjaft. Tregu i kafshëve në Gostivar sot ishte i mbushur me ofertë kurbanash. Qytetarët të cilët kanë bërë një jetë për të bërë kurban këtë vit, aty mund të gjejnë zgjedhje të madhe. Çmimet fillonin nga 120 euro e më lart, varësisht nga madhësia e kafshës. Ajo që vlen të potencohet me këtë rast është se çdo kafshë kishte me numër të rregulluar dokumentacionin mjekësor për gjendjen shëndetësore, që nënkupton se qytetarët nuk kanë nevojë për dyshime nga sëmundja e gjuhës së kaltërt tek vend e cila së fundmi u alarmua. Për këtë sigurojnë dhe vetë shitësit. Për çmimet janë në varet për mas mallit. Kemi çmime më të larta si janë desht më të mëdha dhe më të mëdha, kemi çmime më të ulta si janë më të vogla. Interesimi i qytetarëve. Interesimi është shumë i dobët se ne pengojmë punën shumë me xhallarët. To xhallarët më përpara thoshin se po i ke parë gjakut që pikon, ajo quhet kurban. Ne të dohet 3 pjesë fukaras. Ta e kanë ndrejtë që thonë se nuk u buhet ka bull kurbani, me vadhon fukaras mishin. U bu ka bull parja salda, a zoti për të më vetë kalëshau dashin e kalëshau piqillin e kanë bu kurbani, nuk kalëshau parën, parja nuk ka gjak asë njëherë. Do ponë që bënë në gjallarët e nuk buhet, hakesin njëvet në qenë mbrapa vjetë që kemë për parë, më njëvet në një muë zoti, ishala një nuk hopëna, e më e dritë është e dritë, më rëna veshtë. A i keni siguru këto kafshët me mjeka? I kemi siguru me mjeka, kemi dokumenta, kemi kretë, dhëndë, kemi qënoashat, pastra i kemi, nuk du asë jonin të asmau, më thashti modhi zotë, në të suafë sa unë e bje dilin, dilja ma usë në mbija, kuptan. Për fillojmë pim 130, 120, 150, 170, i kemi kontrollau këtë dektorit me numra, me gjithë. Që numrat kuj kanë kretë, që na, me numra gjithë janë, shefi. Se keni dalë tu, sa keni shitë? Ala, s'kemi shetë një di. A i kërkojnë të vërtetime në qytetarë? Po, i kërkojnë, thonë, a ke vërtetim, se pa vërtetim nuk i marim. Çmimet pi vjetë ma dobët, për bjetë kështu mështeriskimi, momentalisht. Nesër kimi një umut, sa da jetë aj umuti, varet për popli. Ajo që binte në sy vetëm 2 ditë para Bajramit ishte fakti se numri i blerësve ishte i vogël, por ata që ishin shpresonin se do të binin në ujdi me shitësit për të blerë nga një kurban. Blerësit konsiderojnë se çmimet janë solide dhe pse gjendja financiare e qytetarëve nuk premton shumë. Ato u shprehën të kënaqur dhe të sigurt me vërtetimin mjekësor që posedon çdo kafshë dedikuar për kurban, fakt ky që shmang dyshimet për blerësit. Çmimet janë dobët në vërtet. Gjuna tankona në blerësit, as s'kena parë, ajo tjetër është. Çka ke turi që e petet pak parës, i ka kretë dokumentet. Mendoni që sot do bleni një kurban? Po inshallah, do shofim. Ose do presim nesër, ditën e fundit, se ashtu e kena pak edhe hujnë ne. Normal në duken, shumë më erësit. E ne vjetë që kështu ishin, e si mjetë më erë një qimet. Këtë me dokumenti marim, që marim, këtë me bruë, zavedit janë këtë. E ne që ati bëjmë parzalek, marim për atin edhe ne. Ju mendoni që sot dhe e merë një kurban? Pa. Por kishte edhe nga ta që kishin ardhur në treg thjesht nga kurreshtja, edhe pse nuk do të blenin, meqense në familjet e tyre është fiksuar dyshimi mbi sëmundjen e gjuhës së kaltërt. Pse nuk do merrni kurban? Ashtu e kom ponën që nuk marr kurban. Gjendja financiare? Jo, parat. Fëmijët janë shqipëtisojnë televizion ato vendën kanë frejkë, s'mutajnë nuk. Sido që të jetë një ndër kushtet që kafsha e cila dedikohet për kurban është që të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe që të mos ketë mangësi fizike apo gjymtime të caktuara. Kjo pasi që qëllimi i kurbanit është afrim me Allahun dhe për këtë lloj ure lidhse me krijuesin, padyshim që nevojitet të sakrifikohet më e mira.